Okej, bëhemi gati për recetën e dytë këtu në rezën tonë, në kuzhinën tonë, pasi kemi vendosur tavën me kungulleshka për të pjekur. Jemi rikthyer për një tjetër recetë. Çfarë bëjmë sot? Pas kemi shumë erëza mbi tavolinë. Po sa shkojmë dhe u marrim fëmijëve çipsa, patatina. Përse mos u bëjmë diçka më të duhur në shtëpinë? Produktin kryesor që unë kam makaronat, për shembull. Produktin kryesor që unë kam makaronat, i kam zier, dhe i kam lënë pak sa të mkulloj derisa të bëj unë edhe masën e djathit. Pra e mira është jetë një djath i fortë, ose mes të fortës dhe të butës këtu, duhet edhe pak. Kam erëza të ndryshme, kam hudhër plur, kam paprikën, specin e kuq, të ëmbël, krip piper të zi, kam një salzomatesh këtu. Gjalp po të duam shtojmë, po të duam nuk shtojmë, dhe unë them fare mos shtoni, po unë gjithmonë e kam opsionale dhe dua t'i vendos. Disa për shumë kanë dhe bules që të kenë atë shijen e gjalpit, dhe pse jo nuk është domosdoshmërisht ta keni atë shijen e gjalpit, sepse fitohet nga produktet e tjera, si për shumë të kun përfitohet nga djathi i grirë. Shkoj dhe marrë direkt, avash makaronat. Ja. Është një formë kështu. Çfarë të doni ju? Çfarë do lloj përdredhur? Masë të keni ju? Vendos dorezat, sepse më duhet një përzierje e mirë. Asnjëherë nuk harrojmë të kemi tavën, që na duhet të shtrojmë makaronat. Dhe të gjitha këto erëza do votëm për gjitha këto brenda. Pra janë zirë fiks të për minutazhin që kanë. Pra janë, duhet jenë al dente, sepse dhe fura vetë. Filloj me paprikën. E kuq të ëmbël. Dhe piperi pak. Pak fare, sa dash një prekje. Dhe hudhra. E ka pak më të lehtë po të duam në më të shtojmë. Galet në të kundërt, jo. Kam shtuar pak skrip, që të kem shien e galetës më tepër. Patjetër që unë do t'i provoj. Sasi e vajt? I jap një përzierje. Mund t'jenë të çfarë do lloj të ndryshme, duke përjashtuar që mos jenë vetëm spageti. Po, sepse është dhe makaron pak më e gjatë dhe nuk i të provoj përzien një përshije, sepse për kripën, për kur dominon më shumë. Shtoj këtë pjesë. Edhe sasin e djathit. Dhe do ta lëmë të konsumohet kështu siç është si sallata, apo si sallatë ftohtë, apo të vendosim në të marrim një proces termik. Një letër pjekje. Dhe biles, dhe madje, një sekond të heq se du të marr një tavë më të madhe. Po. Që të hapet dhe të kenë hapësirë më shumë për të pjekur dhe për të bërë krokante, siç i duam ne. Sa zara madhe që je. Ne thamë qyra tërmet, po. Jo sa bëjmë edhe këtu tërmet. Ja, hapim dhe të marrim dhe një letër që t'i vendosim. Duhet të vendosen të larguara nga njëra tjetra, që të kenë hapësirë dhe të piqen mirë, të bëhen krokante, pra nuk do t'i lëmë të konsumohen kështu siç janë të buta. Prandaj dhe shtuam më shumë erëza dhe kombinimi i tyre të jep atë ndjesinë dhe atë shijen e çipsave që kalamajnë duan. Gjë që mund të bëhet edhe me patatet, cilat i presim kështu në fetza të holla, duke i kriposur edhe duke vendosur erëzat e preferuara, i pjekim dhe ndihmojmë sado pak në një farë mënyrë, megjithatë
Ne jemi gjithmonë në luftë me industrinë ushqimore, nuk arrim dot t'i prodhojmë ashtu siç i prodhojnë kompanitë, për shihen që ato kanë dhe varësinë që t'i japin, megjithatë duhet kujdes,emi që t'jemi ne ata që do zgjedhim se çfarë do konsumojnë fëmijët. Dhe jo që ta lëm industrinë, si tu thua, të vendosim mbi zgjedhjet dhe përzgjedhjet ushqimore të tona dhe të fëmijëve tanë. Për ndërgjegjësim, kaq. Në këtë formë tani, siç e përgatitëm ne këtë tavë. I hapim. Prandaj spërkata edhe letrën sipër dhe jo poshtë, në raste të tilla ne duhet ta bëjmë spërkatje poshtë, por që të kemi atë rezultatin e duhur. Ja. Kjo është. Sërish e marrim dhe e vendosim. Edhe pak vaj. Pra diku të 3-4 lugë gjelle. Po. E marrim dhe vendosim në rezistencën e poshtme. Po, diku. Sepse kemi dhe tavën me kunguj, njëra do të hiqet pastaj dhe tjetra do të vazhdoj procesin. Shohim së bashku dhe një listën me produktet që na duhen për makaronat krokante me djathë dhe salcë kremoze. Ju duhet për këtë recetë 300 gram makarona. Mundohuni që ato të jenë si në fetë të za, as ato lazanjat nuk ju bëjnë punë, as spageti, por disa makaronat cilat imitojnë pak a shumë këto tipsat. 3-4 lugë vaj ulliri, krip, piper, flur hudhre, speci kuq i ëmbël, 80 gram djathi grirë, salcë domate ose salcë kosi për t'i shoqëruar ato në fund fare, pasi të jenë bërë krokante. Pra në furrë kemi vendosur për të pjekur mirë dhe për të marrë atë shijen krokante të tyre. Kjo ishte receta e dytë. Ja, shtoj. Tani përgatisim edhe atë salcën që ta kemi në cep kur t'i servirim. Tomatja, pluri hudhrës, pakos fare peri dhe kripa, piper, krip, paprikën edhe vajin. Nëse ju dëshironi, shumë mirë nëse ju dëshironi. Mund të jetë një nga mënyrat e shoqërimit kosi, një nga mënyrat me salcën e kuqe. Pra nuk shtoj majonez, por shtoj, nëse flasim për ndërgjegjësim, nuk shtoj majonez, shtoj vetëm kosin. Kam një salcë të tillë që unë do ta vendos në frigorifer derisa të bëhen të mpikset pak. Derisa të mpikset. Ky është edhe sekreti i çdo lloji produkti. Pra vendosët në frigorifer rrahjet, helikat e bëjnë që të jetë më e hollë. Sikur edhe majoneza. Ne majonezën kur e bëjmë në fillim fare, është super e hollë. Me qëndrimin në frigorifer ajo krijon piksje, si dhe çdo lloj salce tjetër që quhet dip. Për shembull, janë në tek pjesa e freskut sigurisht. Te fresku. Sa kohë do të qëndroj tava me makarona për t'u pjekur në furrë, aq do qëndroj dhe salca dhe më pas do të bëjmë kombinimin e shijeve të dyjave. Tani është momenti të shkëputemi sërish për reklamat tona dhe të rikthehemi për të vazhduar punën tonë me recetën e tretë. E ndërkohë, tregojmë edhe pjesën e makaronave. Duhet jetë ftohtë, besoj, tava. I servirim tek pjata dhe mund të shijoni një vakt të shpejtë dhe të thjeshtë. Ja, edhe këto 4 minutat e fundit që ti tregojmë të serviruar. Ishin shumë të shishme, erzat e duhura, shija e duhur. Ama se s'më lën epsi. Ishin shumë të mira dhe unë e vodha një çfarë. Mirë bëre. Të mbusha me salcë. Merret e këtë? Ja, një sekond. Tani, kjo salca do të jetë në qendër të pjatës dhe ju mund të përdorni dhe salcë të bardhë. Ne gëshetuam pak kos të trash po ashtu me salcën e domates, shtuam plurin e hudhrës dhe erzat e tjera
Dhe vojla. Marim një lukë që ta hapim një vënd aty. Ja, e kemi gati. Ja. Super. Jam e sigur që fëmijët do ta pëlqejnë shumë këtë recet, do t'ju ngjallë dhe interes, dhe pse jo, mund t'i gatuajnë edhe ata vetë. Pra, edhe një herë zgjodhëm një lloj të caktuar, mjafton të jenë makarona pak të holla, jo spageti, nuk bën punë. Forma të tilla gjenden kudo. I kemi zier në minutazhin që tregon paketimi, i kemi kulluar dhe më pas i kemi përzier me erza nga më të ndryshmet. I lexojmë pak së bashku produktet e kësaj recete dhe si do të konsumohet ja kështu. Makaronën, ta lyeni tek salca dhe do ta shijoni. Shumë të mira. Krokante, si çipsa që theti që e nise dhe thash do bëj çipsa me patate, por kur pash makaronat të saj, ishte zgjedhja më e duhur. Shihni pak erzat që kemi përdorur për makaronat e sotme. Shumë krokante dhe shumë të shijshme. Piper, krip, plur hudre, speci kuq i ëmbël, djath i grir i butë, dhe më pas për salcën me salcë domate ose salcë kosi, ose të dyja të kombinuara mirë duke shtuar dhe aromat e preferuara. Jam shumë e sigur që do t'i preferon shumë fëmijët sidomos. Ruajnë atë shihen krokante, të duhurën, të këndshme. E duhura. Sigurisht është kështu për t'u englendisur, themi ne. Por normalisht edhe kur ka një sport, dhe kur do të shikosh një film, po. Film, çfarë të doni ju? Ato mbasditet që ju bashkon. Shohim pak janë një tavën pjesëtar tani. të familjes.